Amerikanët do të ndërtojnë parkun eolik 600 MW në Tropoj. Gjatë një ceremonie ishin të pranishëm kryeministri Edi Rama, zëvendës kryeministrja, një herësh ministër i infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, si dhe Nancy Van Horn, e ngarkuara me punë ambasadës amerikane në Tiranë. Zëvendës kryeministrja Balluku i dha kompanisë amerikane CWP certifikatën për ndërtimin e parkut eolik të Tropojës. Sipas kryeministrit, parku eolik është dëshmi se Shqipëria po ecën drejt një të ardhmeje energjetike të fortë dhe të qëndrueshme. Dhe në harkun e 12 muajve, pa llogaritur periudhën kur dimri është intensiv, ky park i madh i energjisë së erës në Tropoj të hyjë në rrjetin e prodhuesve të energjisë rinovueshme në vendin tonë. Për ta bërë Shqipërinë një vend sovran në prodhimin e energjisë. Ne kemi pasur për një periudhë gjatë një varësi të plotë nga uji, pra nga shiu. Kur na ka munguar shiu, na është dashur të dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë sasira të mëdha me çmime të kripura. Koha kur Shqipëria duhet dalin në treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit. Ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona, do ta eksportojmë, gjë që do të thotë jo më para të hedhura jashtë vendit për të blerë energji, po energji e shitur jashtë vendit për të sjellë më shumë të ardhura për ekonominë. Sektori energjetik është sektori i garave të hapura ndërkombëtare dhe një pranie masive të kompanive me reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar në pjesëmarrjen në këto gara. Në fjalën e saj, zëvendës kryeministrja dhe njëkohësisht ministre e energjisë Belinda Balluku tha se ky projekt nuk është një rastësi, por rezultati politikave të studiuara dhe strategjisë së ndjekur. Në energjinë e erës, për herë të parë në historinë tonë energjetike, Shqipëria po hyn në fazën e realizimit të projekteve konkrete. Nëpërmjet projektit të kompanisë amerikane CWP me kapacitet të pritshëm për të instaluar 600 MW. Kjo nuk është një rastësi, nuk është një rezultat i një politike të pastudiuar, vjen në bazë të një strategjie dhe për të thënë të drejtën kur vjen tek parqet eolike, duhet ta them këtu dhe duhet përgëzoj CWP-n për të gjithë intensitetin me cilin ka punuar, për bashkëpunimin që ka pasur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe padyshim edhe për vështirësitë që ka hasur gjatë punës, pasi duhet thënë që parqet eolike kanë një vështirësi më të madhe gjatë studimit dhe padyshim gjatë ndërtimit të tyre. Qoftë kjo për shkak të zonave, korridoret e erës në Shqipëri ndodhen mbi lartësinë 120 metra, pra flasim për zona kryesisht kodrinore dhe mbalore, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që për të ndërtuar një projekt të tillë ka nevojë për një kohë ngjizje që quhet koha e studimit 4 stinore ose ndryshe 12 muaj. Pra janë projekte të cilat kërkojnë një kohë të gjatë implementimi, studimi, por nga ana tjetër, sigurisht, pasi ato ndërtohen ashtu siç duhet dhe me gjithë studimet e duhura, kanë impakt të jashtëzakonshëm në energjinë dhe si rrjedhojnë në ekonominë e një vendi. Në fjalën e saj, zëvendës kryeministrja u shpreh se vetëm në kohët e fundit mbi 1.5 miliard euro investime private janë në proces në sektorin e energjisë. Aktualisht, Shqipëria po investon në linjat e transmetimit që lidhen me të gjithë fshinjët tanë. Është përfunduar thuajse e gjithë linja që shkon deri në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipëria është një nga vendet më mirë të lidhura në sistemin e transmetimit.